nga koalicioni vlen, ju akuzojnë se gjitha këto reagimet të cilët po i bëni ju në përditshmëri si subjekt politik, bën vetëm për shkak se nuk jeni në pushtet. Pra, edhe atë që thatë ju që është bën deshqiptarizimi i institucioneve, ato thonë që është bën vetëm debëdëizimi i institucioneve. Po jo, Besjan, tash nëse ju kujtohet, kur VMRO DPMN-ja parashtroi një kusht që të largohet BDI nga qeveria si kusht që të pranojnë ndryshimet kushtetuese ose futjen e bullgarëve në kushtetut, ne ditën e njëjtë pranuam që të largohet menjëherë gjithë stafi ekzekutiv i Bashkimit Demokratik për Integrim, bile dhanë edhe dorëheqje të gjithë ministrat, vetëm me kushtin që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe të zhbllokohet procesi i integrimit të vendit. Tani, ne nuk kemi qenë pushtet për gjithë këtë periudhë se kemi dashur ne. Ne kemi qenë pse na kanë votuar shqiptarët. Shqiptarët na votuan edhe kësaj radhe, po ato që nuk ja donin të mirën këtij vendi vendosën që të marrin një pjesë, një strukturë shqiptare të servilosur plotësisht brenda qeverisë dhe tani ballafaqohemi me të gjitha këto që besoj se të gjithë njerëzit e kanë të qartë me prishjen e një balansi etnik që nuk e di çfarë pasojë mund të ketë në të ardhmen. Kështu që nuk ka asnjë logjik ajo që Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë pjesë e qeverisë pa vullnetin e shqiptarëve, se nuk ka ndodhur ajo asnjëherë dhe nuk do ndodhë. Në momentin që neve nuk do na votojnë shqiptarët, ne nuk do mund të jemi pjesë e qeverisë sigurisht.